Në problemin e dhënë te kërkesa A, kërkohet të vizatojmë një pesëkëndësh të mysit dhe një gjashtkëndësh të mysit. Fillimisht le të sqarojmë diçka në lidhje me shumëkëndshrat e mysit. Kemi ndërtuar dy shumëkëndsha, shumëkëndshi në të majtë është i mysit, ndërsa shumëkëndshi në të djathtë nuk është i mysit. Cili është rregulli që përcakton nëse një shumëkëndësh është ose nuk është i mysit? Ndërtimi i një drejtëse sipas një brinje të shumëkëndshit, konkretisht po ndërtojmë drejtësen sipas drejtimit të kësaj brinje. Pra ndërtimi i kësaj drejtëse e ndan planin në dy gjysmë plani. Në qoftë se shumëkëndshi ynë do të gjendet në njërin prej këtyre gjysmë planeve, atëherë do të thoshim se kemi të bëjmë me një shumëkëndësh të mysit. Kështu në rastin ton, kudo që ta ndërtojmë këtë drejtës, gjithmonë duke patur përbazë njërën brinjë të shumëkëndshit, do të përcaktonim figurën tonë në njërin prej dy gjysmë planeve të formuara. Prandaj, për një shumëkëndësh të tillë, do të thoshim se është shumëkëndësh i mysit. Në rastin e figurës në të djathtë, përcaktimi i drejtimit të drejtës sipas kësaj brinje të shumëkëndshit bën që shumëkëndshi ynë të ndahet në dy pjesë. Pra, një pjesë i takon njërit prej gjysmë planeve të krijuar nga drejtësa dhe pjesa tjetër e shumëkëndshit i takon gjysmë planit tjetër. Për këtë shumëkëndësh do të thoshim se është një shumëkëndësh jo i mysit. Atëherë pas këtij shpjegimi kalojmë tek problemi ynë dhe konkretisht në kërkesën A të këtij problemi. Kërkohet të vizatohet një pesëkëndësh i mysit dhe një gjashtkëndësh i mysit. Këtu kemi paraqitur pesëkëndshin A1, A2, A3, A4, A5 dhe mëtej gjashtkëndshin B1, B2, B3, B4, B5, B6. Këta janë dy shumëkëndsha të mysit, sepse në çdo pozicion që të ndërtohet drejtësa, me kushtin që ajo të kalojë sipas një brinje të shumëkëndshit, do të merrnim shumëkëndshin të përcaktuar në njërin prej dy gjysmë planeve që ka krijuar kjo drejtës. Pra, kudo që ta ndërtojmë drejtësen, do të na mbetet shumëkëndshi në njërin prej dy gjysmë planeve dhe kjo gjë na përcakton që shumëkëndshat tanë janë të mysit. Vazhdojmë mëtej me kërkesën B. Pra, thuhet se nga një kulm i shumëkëndshave tanë hiqen të gjitha diagonalet e mundshme. Në sa tre këndsha ndahet secili prej tyre. Pra bëhet fjalë për shumëkëndshat tanë që duam t'ju zbulojmë numrin e tre këndshave që janë krijuar prej këtij ndërtimi. Atëherë për shumëkëndshin e parë, duke bashkuar A1-shin me A3-shin dhe A1-shin me A4-ën, kemi ndërtuar dy diagonalet e mundshme. Pra mjafton të kemi për bazë idenë që kulmi i një shumëkëndshi do bashkohet me kulmet e tjera që nuk janë të njëpasnjëshme me të. Për rastin tjetër, nisemi nga kulmi B1 dhe ndërtojmë diagonalen B1 B3, mëtej diagonalen B1 B4 dhe B1 B5. Le të gjykojmë për trekëndshat e formuar në shumëkëndshat tanë nga ky ndërtim në pesëkëndëshin. Na janë krijuar tre trekëndshat, ndërsa tek gjashtkëndshi u krijuan 4 trekëndsha. Në përgjithësi, numri i trekëndshave që krijohen nga një ndërtim i ngjashëm varet nga numri i brinjve të shumëkëndshit. Pra, përcaktohet nga ky barazim, ku n-ja është numri i brinjve të shumëkëndshit. Kështu, në rastin e pesëkëndshit, ku n-ja është 5, numri i trekëndshave do të ishte 5 minus 2, 3. Në rastin e gjashtkëndshit, ku n-ja është 6, numri i trekëndshave është 6 minus 2, 4. Dhe mund të përcaktojmë numrin e trekëndshave që ndërtohen në mënyrë të ngjashme për çdo shumëkëndësh. Kështu po të kishim një 8 këndësh, numri i trekëndshave do të ishte 8 minus 2, 6 trekëndsha. Problemi të cilën zgjidhëm është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi, me autor Edmond Luria dhe Neritan Baba Musta.